Agron Selmani do të jetë kryetrajner i klubit të futbollit Ferizaj edhe në sezonin e ri, gjatë të cilit ky ekip do të jetë pjesëmarrës në Superligën e Kosovës në futboll. Selmani, që udhëhoqi Ferizaj në sezonin e kaluar në Ligën e Parë të futbollit, tha se marrëveshja që kishte në parem në përfundimin e sezonit të kaluar me kryetarin e klubit Ekrem Mustafa u finalizua, ndërsa shtoi se do të mundohet që ky klub të paraqitet sa më mirë në elitën e futbollit kosovar. Ditëve që vinë do të ulemi të precizojmë edhe përuljet e elitarëve. Normal se kemi identifiku, por bazën e klubit do të bën grupi i cili ka bërë të përgjegjësinë dhe peshën edhe gjatë kampionatit që ka kaluar në Ligën e Parë. Edhe unë jam mirëtar i asaj që ne të besojmë në vlerat tona, ata janë potenciali jonë i klubit futbollistik Ferizaj. Selmani tregoi edhe për synimet që ky klub i ka për stinorin e ri. Jemi të vetëdijshëm dhe kushtojmë se klubet tjera kanë bërë lëvizje kualitative sa përket prurjeve të elitarëve dhe normal se kanë edhe fuqi financiare, po kjo neve nuk duhet të na demotivoj, do të na motivon edhe më shumë. Prapë po them ambicjet do të ndërtojmë ndeshje pas ndeshje, po unë them se me këta djem dhe me 2-3 prurje të reja mendoj se do të kemi një prezantim shumë të mirë. Edhe ambicia nuk është në natyrën e lojës së futbollit që të dorëzohemi para kohës, por objektive jona mund të jetë mesi tabelës, pse jo edhe pak më shumë. Klubi i futbollit Ferizaj përgatitjet për sezonin e ri në Super League pritet të fillojë më datën 1 korrik.